Do shkojmë në udhëtim me raketën tonë po vim drejt e lartë të majtë të Vegjit Einstein. Të gjithë në bord ka shumë për të zbuluar drejt e lartë në majtë të Vegjit Einstein. Do shkojmë për mision dhe do ndikim rrugën tonë. 5, 4, 3, 2, 1. Të gjithë në raket, lartë të gjithë shpejt. Do shkojmë në udhëtim me anien tonë po vim drejt e lartë në majtë të Vegjit Einstein. Të gjithë në bord ka shumë për të zbuluar drejt e lartë në majtë të Vegjit Einstein. E ani, do shkojmë të Vegjit Einstein. E ani me ne të Vegjit Einstein. Po! E madhe? Ah, po. Aventura jon gjigante. Art nga Vincent van Gogh. Katjushika Hokusai. Claude Monet. Dhe arti furur Navajo. Dhe muzika nga Ludwig van Beethoven. Shikoni, për të prezentoj skuadrën. Unë jam Xun, unë vdes të vallëzoj. Vallëzoj, vallëzoj, vallëzoj. Vallëzoj, vallëzoj, vallëzoj. Të lumë, Ishe shumë me zonja, Xun. Unë jam Quincy, më pëlqejnë instrumentat. Ja ku e kam edhe trompën. Të lumë, Quincy. Shumë bukur, Quincy. Unë jam Eni, më pëlqen të këndoj. Na këndon ndonjë gjë, Eni? La 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 la. Këngë shumë e bukur, Eni. Të lumë, Eni, ishe e madhe. Dhe ky është vëlla im i madh. Ç'kemi, jam Leo. Më pëlqen të drejtoj. Jipi Leo! Të lumë, Leo! Të gjithë ne e pëlqej muzikën. Po ju e pëlqeni? Bukur. Është dhe dikush tjetër që duhet ta takoni. Raketa! Raketa ju përshëndet. Përshëndeteni dhe ju atë. Se besoj të ketë dëgjuar. Ç'kemi raket? Raketa na çon ku të duam ne. Shkëlqyshëm! Fluturim të parë! Hej, sa i qef! Fluturon raket! Sa Raket, po pse ndalove ti? Ajo po dëgjon diçka. Sa këngë e bukur. Mund të më thoni nga vjen kjo këngë e bukur? Unë kam një ide. Të përdorim fushën e dëgjimit dhe atë të shikimit. Kënga vjen prej gërnores me shqiparisa. E Ani, të shkojmë të shikojmë se kush po e këndon këngën. Gati Raket? Raket, përpara!
shikoni, qen ka një larve vogël këngëtare. Ç'kemi larve vogël? Oh, wow! Oh, sa e lezetshme! La 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 vogëlushe, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ja e besoni, po këndoj me një lar. O larvës e vogël, a të pëlqen kjo gjethe e verdh? Wow! Shiko se për ha. Mam. Duhet të jetë shumë e uritur. Çfarë është kjo? Një kamion i vogël jeshil. Çfarë ka ngarkuar kamioni? Wow, ke të drejtë, kamioni që ka I gjithi me larva. Dhe të gjitha po këndojnë këtë këngë. Çfarë do të bëjnë? Pa të shohim njerë, çfarë kemi? Kamioni pas ka një piktur. Mund të na thoni se çfarë është? Është pema muzikore shumë ngjyrëshe. Çfarë është pema muzikore shumë ngjyrëshe? Atje shkojnë larva që të marrin veshjen e tyre të re. E kuptoni? Shkëlqyesan. O larve vogël, më lë të të ndihmoj. Mendoj se larvat janë të gjitha shumë të gëzuara, sepse ato do të kenë një veshje krejtësisht të re. Shikoni, larva e vogël po na përshëndet. Ja ku po ikin? Nga kamioni. Oh, jo. Prisni, u rrëzua njëra. Oh, O larve vogël, a ndihesh mirë? Shikoni si po ikën, cak. Ajo po përpishet të arrit tek pema muzikore shumë ngjyrëshe. Sa e vendosur që është. Nga pak. ec, vazhdo. Jepi dhe pak. Ti mund të dalësh, larve vogël? Ej, fëmi, mendoj se do t'i duhet shumë kohë për të shkuar deri te pema. Ke të drejtë, Quincy, por ne mund ta ndihmojmë. Ke të drejtë, Raket. Do të kryejmë një mision. Do ta çojmë larvën e vogël te pema muzikore shumë ngjyrëshe. Kështu ajo mund të ketë veshjen e re. Eja pra larve vogël, ti do vish me ne. Tek Raketa! Kemi një mision. Nisemi! Mirë se erdhët në bord. Raket, ku do të ulet kjo larva e vogël? Faleminderit, Raket. Këtu do ulesh larvës e vogël. Do të rregullojmë një ndonjëse në radhën e parë. Vini ripat e sigurimit. U siguruam të gjithë. Jemi gati për nisje. Kemi nevojë për shumë fuqi që të nisemi. Pap. Forca John. Forca Quincy. Forca Eni. Por na duhet akoma më shumë fuqi. Vendosni duart tuaj në gjuhën dhe na jepni forcë. Pam. Akoma më shpejt. Pam.
vogël mund të marrë veshjen e saj krejtore. Po! Hej, shikoni! Një notë muzikore! Shihni sa shumë nota paska! Po i bie një këngë. Hej, shikoni atje! Qenë kanë vija muzikore! Po, e vërtet! Eja të çdo të thot ajo shenjë? Allegro! Do të thot shpejt! Allegro! Adagio! Kjo do të thot që do të ecim nga dalë. Po dëgjoj diçka. Çfarë është kjo? Shikoni, larva e vogël po lëviz gojën. Unë mendoj se larvëza e vogël është e uritur. Duhet të gjejmë patjetër ushqim. S'ka më shqyr asnjëherë ndonjë larvë. Çfarë pëlqen të hanë? Gjethe! Tamam, gjethe! Raket, na duan gjethe! Jaha! Posh, raket! Alo me srive! Raket, zbrit fushën e dëgjimit dhe të shikimit. Për të gjetur gjethe, ne do të përdorim fushën e dëgjimit dhe të shikimit. Raket, do të shikoj më afër. Fokusoje. Hej, po shikoni gjë gjethe ju? Atje shikoj! Wow, sa shumë gjethe me ngjyra të ndryshme. Të përpiqemi të kujtojmë ç'lloj gjethe pëlqen larvëza të haj? Pëlqen të gjelbrën, të verdhën apo të kuqen? Po, më kujtohet, ajo vdes për gjethen e verdh. Raket, të gjem ca gjethe të verdha për larvën e vogël. A shikoni ndonjë pemë me gjethe të verdha? Ja ku paska. Raket, le të përdorin kapsen ganxh. Çeka manice. Jepi Raket, ndiri të gjitha gjethet e verdha. Të lumt Raket, bëni gol! Wow, Raket, ti je vërtet një grabice e papar gjethes. Mendoj se Raketa ka marrë shumë gjethe. Larva duhet ta shumë që të rritën shpejt e shpejt. Ajo është një lupse e vërtet. Shiko si ha. Është e pabesueshme. Qenë ka vërtet një lupse e madhe. Mendoj se ajo ka për t'i ngrënë të gjitha gjethet. E pabesueshme. Larva përgëndo përsëri atë këngën. Si mendoni, ndihet e lumtur apo e mërzitur? E lumtur. Dhe e ngopur. La 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 la. La 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 vogël ushe la la la.
që dhe ju të këndoni. E ja këndojmë së bashku. La 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 la. Sa bukur ishte! Shumë, të lumt, këndove bukur. Larve vogël, kemi arritur te pema muzikore shumë gjyrse. Ti do të marrësh veshin tënde krejt të re. Leo, a e dëgjove këtë? Wow, ky tingull më bën të shqetësohem. Po fryj shumë mirë e fort. Mendoj se do të ketë stuhi. Stuhi! Oh, jo! Duke bjerë në ujë. Të gjithë në raket. Ejani, shpejt! Po nisemi! Nuk arrita besoj. U lundron me tromb. Të lumë tromb. Po, përse janë gjitha ato instrumenta në ujë? Sepse ajo është orkestra e oqeanit. Wow! Dëgjoni, po luajnë muzikë. Paska dhe daule. Paska edhe violina. Dhe larva e vogël mbi tromb. Kuiku, kuiku. Nuk përshikoj. Unë nuk po dëgjoj as trombën. Raket, xhiri jashtë fushën e dëgjimit dhe të shikimit. Unë po dëgjoj shumë instrumenta, por nuk po e dëgjoj trombën. E gjeta, do t'i bie trompës sime për ta thirrur. Ide mirë, Quincy. Ta ndihmoj Quincy për të thirrur trompën. Bjeri trompës tënde kështu. Tani të dëgjojmë për trompën. Ajo duket si tingull trompe? Jo. Këto janë daule. E provojmë përsëri. Bjeri trompës. Ajo duket si tingull trompe? Jo. Këto janë violina. E provojmë përsëri. Bjeri trompës. Si tingull trompe. Po, është trompa. Ja dhe larvëza. I gjetëm. Po! Faleminderit për ndihmën. Raket, le të shkojmë të marrim larvën. Oh, jo! Ajo po shkon në valët e Kanagavës. Raketa s'mund të marrë. Na duhet shpejt një plan. Mirë, Raket, do të përdorin thundin kapës. Gjyqo, valët po lëkunden si pas muzikës. Leo, raketa duhet të fluturoj si pas ritmit. Duhet ta kapim larvën e vogël. Kete drejt Eni. Ta ndihmojmë raketën të fluturoj si pas ritmit. Pam, 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 pam. Ai ritmin. Pam, 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 pam. Kujdes ritmin. Pam, 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 pam.
Ishe vërtet e madhe, të lumteni. Faleminderit, Tromp. Dhe tani gati. Pema muzikore shumë ngjyrëshe. Kështu që ti mund të marrësh veshjen tënde të re. Këtej! Juhu! Po! Ja ku jemi! Hej, shikoni fëmijë, janë dhjetë muzikore. Ejani! Jeni, po ku është Pema? Është tek malet e gjelbërta në Vermont. Malet? Unë po shikoj ndonjë mal, ka shumë re. Malet janë shumë të lartë. Ndoshta po të fluturojmë lart, mbi re mund t'i shikojmë. Ke të drejtë, Gjun. Raket, tani du të fillosh të nditesh lart. O, po! Gjitu lart, ti raket! Gjitu lart, ti raket! Gjitu lart, ti raket! Ec raket, drejt! Gjithçka në rregull. Shikoni përreth. I vini re malet? Po, ja ku janë, të fshehura me sëreve. Ja dole më në fund. Jepi raket, jepi. Le të nisemi. Ulu poshtë, ti raket. Ulu poshtë, ti raket. Ulu poshtë, ti raket. Shikoni, ja ku është kamioni i vogël me larva. Kemi bërë rrugën e duhur. Shihemi tek Pema muzikore shumë ngjyrshe. Wow! Po zbresim! Ja ku qoka! Oh, ja! Qenë kanë 3 të tilla. Leo, si do ta gjem se cila prej tyre është pema e larvës së vogël? Pa ta dëgjojmë një herë. Ai ky tingulli? A i ngjan pemës muzikore të larvës së vogël? Jo. Po ky këtu? A i ngjan pemës muzikore të larvës së vogël? O larve vogël, ti do t'jesh e para që do të marrësh veshjen tënde të re dhe të bukur. Shko tani. Është varur me kokë poshtë. Hey, çfarë po bën? Po ndryshon veshjen. Kjo quhet metamorfoz. Mund ta thoni metamorfoz? Po mbështillet, po mbështillet. Tani është bën një fshikës. Wow, çfarë po bën tani? Tani po del. Oh, shikoni veshin e saj të re? Ajo është kthyer në një flutur! Po! Ajo po këndon. Tani ajo ngjan më e rritur. Ajo doj që ne të këndojmë me të.
Le të këndojmë me fluturën. Le të këndojmë këngën e saj. Ne do të ndihmojmë flutur. La 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 la. Dikur ke qenë një vogëlushe ti ke qenë, tani je bërti shumë e bukur dhe je kthyer në një flutur. Shikoni, edhe larvat të tjera janë me veshjen e tyre të re. Dëgjojeni këtë. Qënë ka dikush që po na këndon këngën e fluturës. Kush më të jetë? Shikoni! Është një postier i mbretërisë të fluturave. Ai pas ka një çantë poster të madhe. Hej, shikoni! Secila mori një letër. Korrespondenca. Ju pëlqen të merrni letra? Edhe mua. Të gjitha fluturat pas kanë marrë nga një ftesë. Oh, fluturat janë ftuar në një udhëtim interesant. E di, ato do të migrojnë. Fluturat e mbretërisë migrojnë të gjitha për në Meksik. Atje bëhet një festë e madhe e gjithë familjes së fluturave. Hej, fëmi, edhe ne qenë kemi ftuar në festë. Kjo është për Gjonin? Unë jam e ftuar. Quincy? Bukur. Eni? Po, faleminderit. Leo? Është për mua. Raketa? Edhe raketa pas ka ftesë. Edhe ti. Je i ftuar në festën e familjes së fluturave. Do të shkojmë të gjithë. Po! Flutura duket e trishtuar. Flutura po qam. Çfarë ke flutur? Paprit pak. Flutura nuk qen ka e ftuar në festë. Hej, mos e ngacmoni. Duhet të jetë gabim flutur, edhe ti je ftuar. Po kontrolloj në kutinë e postës. Ajo është bosh. Kur, zoti postier? Hej, zoti postier! Flutura nuk ka marrë asnjë ftesë. A e dini ku mund të jetë? Shikoni, flutura postier ka bërë 4 ndalesa gjatë rrugës për këtu. Oh, unë mendoj se ai po përpiqet të na thotë që e ka lënë ftesën e fluturës në një kuti tjetër. Pra, duhet të jetë një nga këto vendet. Po, mund të jetë në ujvarën e Niagarës, te Kombet e Bashkuara në New York, në një shpellë të madhe në Oklahoma, apo në një fushë me lopë në Houston, Texas. Ne do të ndihmojmë flutur. Po, ke të drejtë. E tretë raket, kemi një mision. Do të fluturojmë në të 4 kutit postare. Dhe do nxitojmë të gjejmë ftesën e humbur të fluturës. Ajo do të lumturojë dhe do të marrë pjesë në festë. Në raket! Kemi një mision. E ani të shkojmë! Kemi nevojë për shumë fuqi që të nisemi. Vendoseni duart në gjuhë dhe mbani ritmin me ne. Pam, 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 pam.
Nisu! Nisu! Që nga bukur! Eca ke! Jahu! Drejt, lan! Mbau flutur! Lartë dhe lartë! Wow! Jepi raket! Po, jepi! Mere kthesën! Nga të shkojmë. Nuk pas ka ndonjë shenjë muzikore. Duhet të nxitojmë. Raket, le të shkojmë këtej! Ec! Prisi, prit, duhet të bëjmë një plan. Mbase keni dëgjuar për rrugën e shpejtë. Si thoni, a i dëgjojmë që thonë rrugët? Rruga e parë. Rruga e dytë. Cila është rruga më e shpejtë? E para? Apo e dyta? E saktë, rruga e parë është allegro. E shpejt. Punë e bukur, Quincy. Bëhuni gati, tani do të ecim shpejt. Allegro! Crescendo. Kjo do të thotë që muzika bëhet më e fortë. Më e fortë, shumë më e fortë. Leo, mua nuk më pëlqen ky tingulli. Oh, jo, që ka lupi Niagara. Më në fund jemi pranë njërës prej kutive postare. Po, por kjo do të thotë si jemi edhe pranë ujvarës së Niagarës. Tani do të shikojmë ujvarën. A shikoni? A shikoni ujvarën? Raket, shiko! Ujvara! Tani vozit brapsht! Edhe për pak, ishim fare pranë. Ja dolëm në ujvarën e Niagarës. Shikoj, Edi, është e stërbave. Na du... Ja ku është? Në fund të ujvarës së Niagarës. Do të kënaqemi. Në rregull, a jeni mbërthyer të gjithë? Po, le të shkojmë. Wow, dëgjojeni ujvarën. Sa buçet. Wow, sa mirë pas ka këtu. Nuk po e shikoj më kutin postare. Kini mendje të gjithë këtu. Mirgulla po shpërndahet. E shikoni? Ja ku është kutia? Hej, fëmi, kutia që nga bosh. Shpejt, kontrollojmë pamjet e raketës. Të drejt flutur, ftesa jote është në një nga kutitë e tjera. Na mbeten edhe 3 vende të tjera për të kërkuar. Dalesa tjetër te Kombet e Bashkuara në New York.
Po vi! Mbahuni! Sa bukur! Sa shpejt që po ecim! Vazhdo, Raket! Bukur! Eci Raket! Wow! Hej, shikoni, është New Yorku! Hej, shikoni qenë kërvishtëset! Është një metropol i vërtet. Sa shumë ndërtesa të larta. Raket, do të ngjitemi atje lart që të shikojmë gjithçka. Hej, duket qyteti këndshëm. Po, Raket, le të shkojmë tek flaka e statujës së lirisë. Ne jemi në majtë të statujës së lirisë. Wow! Pregëtemu të shikoj gjithë Manhattanin. Raket, ndalo! Wow, jemi shumë lart. Pa të shikojmë pak përreth. New Yorku që nga qytet shumë i madh. Si do ta gjejmë ne kutin postare të fluturave? Kutia postare e fluturave është në një kopësh pranë Kombeve të Bashkuara. Ja ku janë Kombet e Bashkuara? Që nga ndërtesë shumë e madhe. Raket, na ul atje te. Tani të gjejmë kuti postare të fluturave. A shikoni postën? Po, ja ku është! Çfarë është ajo? Wow, shikoni sa flutura. Që kanë me ngjyra të ndryshme. Janë flutura nga e gjithë bota. Shikoni, kjo flutur është lidere e Perus, Kenya, Indonezia. Janë duke debatuar. Fluturës nuk i pëlqen të shoh duke debatuar. Mua më erdhi një ide. Këndo këngën tënde, flutur. Kënga jote mund t'i gëzoj të gjithë. Po, e një mendim shumë e mirë. Flutura. Fillo tani, këndo këngën tënde. Oh, po mos ki turp. Të gjitha fluturat do t'a pëlqejnë këngën tënde. Jepi, ti mund t'a bësh. Të ndihmoj unë. Tani do të dirigjoj. Ato nuk po dëgjojnë. Ato po debatojnë fort. Le të këndojmë me të. Ide e mirë. Po, ide e mirë, Eni. Këndo me ne. La 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 la. Me debat ju lutem mjaft. Funksionoi. Dhe ato nuk debatojnë. Ure për fluturat! Ajo vendosi paqen botërore të fluturave. Këndove bukur. Hej, duhet të nxitojmë për të kryer misionin ton. A ndodhet në kuti Quincy? Jo, nuk është këtu. Në raket.
ke të drejtë, Flutur. Nuk do të heqim dorë derisa ta gjejmë ftesën tënde. Çfarë këmbgulje? Sa kuti postare ka ngelur? 2. Po. Vetëm 2 të tjera. Po. Dhe tani do të shkojmë ta gjejmë atë ftesë. Nisëni! Eja! Të shkojmë! Këto janë maleta palashe. Këto zjaten shumë milje. Shikoni, është Getaway Ark. Po vin! 3. Dalesa tjetër? Oklahoma! Shpellën e madhe! A shikoni shpellën e madhe? Duket shumë misterioze. Dhe bas që ka lakurish nate. Dhe Merimanga dhe lakurish. Lakurish dhe Merimanga dhe lakurish. Lakurish dhe Merimanga dhe lakurish. Lakurish dhe Merimanga dhe lakurish. Shpresoj që kutia postare të mos jetë brenda në shpellë. Po, unë nuk dua të hyj brenda. A shikoni kutin postare? Ja ku është, atje tej. Që nga jashtë. Po! Ho, jo! Ku po shkon Flutura? Ajo fluturoi në shpellë. Por kutia postare është jashtë. Pse shkoj aty brenda? Bëj kujdes, Flutur! Duhet ta gjejmë Fluturën. Flutur! Nuk po e shikoj. Brenda është shumë e rësirë. Ejani fëmijë, shpellë mistershme ose jo, ne duhet ta gjejmë patjetër Fluturën. Quincy, si mendon ti? Ti e di se sa frikë ka me rësirën. Po pra Quincy, s'ka gjë, do të jemi bashkë. Tani po, faleminderit Raket. Lakurish e Merimanga dhe lakurish. 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 Lakurish e Merimanga. Wow! Wow, kjo që nga një shpellë shumë e bukur. Shikoni sa ngjyra. Dëgjova Fluturën. Punë e bukur, Quincy. Por këtu pas ka 2 rrugë. Një e kuqe dhe një e zezë. Cilën rrugë duhet të marrim? Them të marrim të kuqen. Dëgjoni. Angjam ky si le të shkojmë këte. Duhet të nxitojmë, Leo. Dëgjo. Po vinë lakurishët! Prap shtigje. Shtegu i zi, shtegu i bardh dhe shtegu i kuq. Pa të gjojmë shtegun e zi. A ju gjanë si tingulli Fluturës? Jo, le të ndikim shtegun e bardh lart. A ju gjanë si tingulli Fluturës? Jo, shumë lakuriq. Të dëgjojmë për Fluturën në shtegun e kuq. A
janë si tingulli i fluturës? Po, ky është tingulli i fluturës. Po, por po vila kuriqët. Ejani, vrapojnë! Flutur, ja ku qënke. Përse u largove kështu? Më trembe. Oh, shikoni, shikoni. Wow! Ta shiko, ato kanë ngecur tek rjeta e mirimangës. Flutura vrapoj për t'i shpëtuar. Flutur, ti e ka shtrime. Po dëgjoj diçka. Duket si kacavjerje. Sa e frikshme. Që mund të jetë? Oh, jo, merimanga. Do t'i shpëtoj unë. Duhet ta hutoj mirimangën që Quincy mund të çliroj fluturat nga rjeta. Na ndihmove ti. Përplasi duart fort që të hutosh mirimangën. Përplasi me ne. Funksionoi! Eja Quincy, shpejt, çliro fluturat. Jeni të lira flutura, ikni. Wow! I shpëtuam nga merimanga tamam në kohë. Mirë, le të dalim nga kjo shpellë e errët dhe e frikshme, para se të vi përsëri merimanga. Ose la kuriqët. Hej, ju pas keni ftesa për në fest. Ju jeni ato që nga smuat shoqen ton. U vjen keq. Ajo i fali. Do të shihemi në festën e madhe. Ejani, të kontrollojmë në kutinë e postës. Jo, nuk që nga as këtu. Ejani fëmi, le të ikim. Sa kuti postare nga kanë betur? Një. Dhe ku është ajo kuti? Po, është tek lopët, në Houston, Texas. Ejani fëmi, le të shkojmë. Nisim! Bashkuni! Le të shkojmë! Gjoj lopën. A shikoni ndonjë lopë? Po, tamam, shumë lopë. Tani raket, le të ulemi këtë poshtë. Më falni lop. A i dini ku mund të gjejmë kutinë e postës së fluturave? Si pëlqen ka të flas. Hej, shikoni ato lopën. Çfarë po bëjnë? Duket sikur janë në një konferencë lopësh. Duket sikur po përpiqen të këndojnë diçka. Unë mendoj se po përpiqen të këndojnë këngën e fluturës. Ejani tani, duhet të gjejmë ftesën e fluturës. Hej, çfarë po shikoj lopët atje?
A është ajo ftesa që mungon për në festën e fluturave? Po, Jaku! Më në fund. Tani flutura mund të shkojnë në fest. Po! E janë i fëmijë, tani le të shkojnë të marrin ftesën. Po pra lop, na lini të kalojmë. Ne kemi një mision. Më falni, të lutem. A mund të lëvizni pak? Leo, përse nuk po na lën të kalojmë? Ato po përpiqen të këndojnë. Unë nuk mendoj se lopët do të na japin ftesën, derisa ato të mësojnë këngën. Le t'i ndihmojmë. Ato po pëllasin në të gjithë vendin, këtë din të bëjnë. Ato kanë nevojë për një dirigjent që t'i drejtoj të pëllasin. Ne kemi një dirigjent të Zotin. Cili është dirigjenti yt? Leo! Jam unë! Jepi Leo! Juhu! Jepi Leo! Dirigjo! Leo, prit! Faleminderit Eni. Eja, më ndihmo që të mësoj lopët të këndojnë. Bëj mumene. Mu 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 Alamet muje. Nuk më besohet. Lopët mësuan si të pëllasin një këngë. Ti je një dirigjent i madh lopësh. Faleminderit. Shiko flutur, ja ku e ke. Tani ke ftesën tënde. Tani edhe ti ke ftesë për në festën e madhe të fluturave. Po! Mirupafshim lop. Faleminderit që u kujdesit për ftesën. Se tani do të na duhet shumë fuqi për të nisur. Vendosini duart në gjumë dhe na jepni forcë. Pam 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 pam. Tani ngrini duart lart dhe thoni nisu! Nisu! Ja ku nisëm? Në shpejtojmë drejt shtetit të Meksikës, te festa e fluturave. Lart e lart! Wow! Wow! Popim! Bahuni! Wow! Të thash flutur, të thash se do të sillim në festën e madhe të fluturave. Wow! Unë po dëgjoj shumë flutura. Shikoni, shikoni! Ja ku qenë nga festa e madhe e fluturave. Më dëgjoni, bëni gati ftesat tuaja. Ja ku e ke. Faleminderit. Kjo është e imja dhe kjo e raketës. Faleminderit. Dhe flutura? Ua, shikoni!
fluturat janë të gjitha mbi pemë. Ka kaq shumë flutura, sa që po varen edhe degët. Pas ka me miliona! Mahnitëse! Ato të gjitha vinë këtu çdo vit. Ato fluturon njëra e njëje dhe quhet migrim. Mund ta thuash ti migrim? Wow, flutur, ti pas ke një familje të madhe. Shikoni, janë fluturat e shpellës. Ato po këndojnë për ty. E Jani, le të këndojnë për fluturën. Këndo me ne. La 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 Dikur ke qenë një vogëlushe ti ke qenë, tani e bërti shumë e bukur dhe je kthyer në një flutur. Shpëtove shoqet në Oklahoma, dhe ti nga të meri frik nuk e, sepse ti shumë trime ise dhe sot medalje të japin ne. Flutura shumë e lumtur. Ura për fluturën! Hip hip ura! Hip hip ura! Hip hip ura! Misioni ynë nuk krye! Është koha për të bien berde! Duar trokitje për skuadrën! Edhe ti! Duar trokit për Enin, Quincy, June, Leon, Raketën! Dhe për fluturën. Duar trokizmi për fluturën. Kishte dhe artë sonte. Duar trokistin për arti. Turnorja me Qiparisa. Nga Vincent Van Gogh. Në valët e Kanagavës. Nga Katsushika Hokusai. Duraja e ri në Popësh. Nga Claude Monet. Dhe arti valëzuar i Navajos. Dhe tani, momenti që ju të gjithë po prisni. Le të duar trokasim shumë fort për muzikën e veçantë që dëgjuam sot këtu. Ode Gëzimi, Simfonia e 9, Ludwig van Beethoven. Beethoven! Ti ke ndihmuar shumë sot. Jepi duar trokit. Jepi duar trokit për veten. Imam! Ti je i pabesueshëm. Shkëlqyshëm. Po! Shihemi në misionin tjetër. Do shkojmë në udhëtim me raketën tonë po vim drejt e lartë të majtë të vegjit Einstein. Të gjithë në bord ka shumë për të zbuluar drejt e lartë në majtë të vegjit Einstein. Do shkojmë për mision dhe do ndjekim rrugën tonë. 5, 4, 3, 2, 1. Të gjithë në raket, lartë të gjithë shpejt. Do shkojmë në udhëtim me anien tonë po vim drejt e lartë në majtë të vegjit Einstein. Të gjithë në bord ka shumë për të zbuluar